Monika Kryemadhi sulmoi Tedi Blushin, të cilin e akuzon se ka shkatruar partinë. Sipas saj, Blushi u pasurua me shkatrimin e LSI. Tedi Blushi është njeriu më i lumtur në botë sot. Deputet është, gruan e ka drejtoresh tek Ulsi Manja, vjerin e ka nën drejtor tek Spitali i Burgut, me 3 shtëpi është sot, kur ka qenë pa shtëpi. Nuk ja ka bërë pushteti këto shtëpi, por shkatrimi i partisë. Tedi Blushi shkatroi partinë, tha Kryemadhi, ndërkohë ajo prej ditësh ka nisur fushatën për ish bashkëshortin Ilir Meta, ndërsa tha se gjatë takimeve ku kërkon votën për Metën, merr dhe 3 fëmijët si dëshmitar. Kryemadhi nuk kurseu akuzat duke thënë se mercenarët e Partisë së Lirisë po akuzojnë se po kërkon vota për PS-n. Ata i quan të paaftë që të shkojnë der më der për të mbledhur votat, ndërsa e pyetur se pse nuk ishte në seancën e divorcit, Kryemadhi tha se nuk ka arsye pse ti lutet apo të pres të pajtohet me dikë që do të ndërpres marrëdhënien me të. Jam përfshirë në fushat për baban e fëmijëve të mi. Kush e ka iniciuar divorcin le ta komentoj. S'kam përse të kem seancë pajtimi për diçka që dikush do të ndërpres marrëdhënien me mua. S'kam pse të lutem dhe të pres të pajtohem. Ishte justifikimi për shkak të politikës, nuk shkatrohet familja, tha Kryemadhi.